Për gjithmonë, Banaking. Në Roma, takohemi përsëri në fokus. Betejë lufta tregtare e presidentit Trump. Ka shumë drejt. Bota ka përfituar që nga viti 1975 në kurrizë të ekonomisë më të madhe në botë. E djathta amerikane kërkon të mbështesë grupet e djathta në Europë. A do të arrijë dot presidenti Trump në betejë të madhe me wokizmin? Histeria dhe propaganda të majtës amerikane krijoi panikun e aksioneve në Wall Street. Do të fitojnë njerëzit e Wall Street apo ata të Main Street? Ky është problemi i madh. Dikur senatori i madh John McCain, kam patur fatin e madh të takoj disa herë, do të thoshte që presidenti amerikan është thjesht një supervisor. Janë grupe të mëdha që e kontrollojnë. Ajo që quhet rëndomt këtu WASP, Anglo-Sakson protestantët e bardhë. Presidenti Trump kishte drejt në qasjen ndaj tarifave me thuajse të gjithë botën. Por ajo që ai e cilësoi si Liberation Day, në fakt shkonte te i kufirit realistik. Nuk ishte pra një tarif reciproke. Personi i cili ishte më aktiv dhe afroi këtë formulë ishte Peter Navarro, i cili bëri disa muaj burg për presidentin Trump duke treguar besnikërinë e tij në mandatin e parë, dhe është i bindur që me formulën duke i dhënë rëndësi deficitit tregtar të një vendi me Amerikës në një vendi tjetër, formula e bënte që tarifat të ishin më të mëdha. Siç ishte rasti i Vietnamit. Vietnami nuk ka tarifa fare për Amerikën, por o godit me 39 ose 49% tarifave në mos gaboj. A ka drejt Navarro? Ka. Sepse Kina përmes Vietnamit eksporton këtu. Sepse Vietnami kryen vjedhje intelektuale dhe ka shumë barriera të tjera për të ndaluar prodhimet amerikane, ndonjë ambientit, OMG. Por ta marrim më thjesht se si goditet konsumatori amerikan. Në qoftë se shkon e paguan një kafe në mëngjes $3, pra ti je në deficit $3 me dyqanin e kafes. Atëherë i vendos 50% tarifa, me që je në deficit siç ishte me Vietnamin, kafja ty të kushton $4.5. Nuk mundet ekonomia amerikane të përballojë dhe të vazhdojë me një deficit tregtar $1.1 trilion në vit. Por Trump u duk se nuk do të tërhiqej nga tarifat. I know what the hell I'm doing, tha tek fjalimi në komitetin drejtues republikan ku duhet ketë qenë dhe Lachivita, ku mlodhi $35 milion donation për garën e ardhshme në Kongres. Ai tha që e di se çfarë drejtin bëj. Ta dëgjojmë. Only the enemy can be talking this way. In addition, we have a lot of countries coming to see us that want to make a deal, and we're doing things that nobody's ever even thought about doing, and we're going to defeat the radical left Democrats who are out there complaining about everything. All they do is complain, and then they want to put men and women's sports and things like that. They want men and women's sports. They're still fighting for that. I saw this poor guy. You all know him. I won't mention his name. He's sort of a nice guy. He's a loser. He's a Democrat, but he's a loser. Jo zotri, nuk e di se çfarë po bën realisht. Dhe ishte ideja se kush do të blingte syt i pari, me Kinën rezistoi, u gjynjëzua para trysnis të WASP-it, Wall Street-it, qarqeve brenda shtëpisë bardh, luftës, u trem dhe kaloi tek 90% 90 ditë shtesë të tarifave. Por tarifat nuk janë hequr, 10% që mbetet për gjithë. Me Kinën shkoj 125%, mund të shkojë edhe 4%. 400% Kina ende po hesht.
Nga ana tjetër, presidenti Trump tek fjalimi 127 minuta. A është dikush që e kontrollon? Ishte euforik, kujton se çdo gjë po shkon shkëlqyshëm, është gjeni, por me tarifat u duk se ka gabuar. Përmendi diçka, media e majt vazhdon të krijojë histerinë, vazhdon të sulmoj, dhe është thënë shumë për atë që quhet çmimi i vezëve. U rrit çmimi i vezëve skandaloze. Dhe Trump premtoi që do ta ulte çmimin e vezëve. Dhe Trump tek ai fjalim tha që çmimi i vezëve është ulur 85%, përse media nuk thot asgjë. Përsëri, nuk është e vërtet, çmimi i vezëve ka rënë 50%, por Trump e ka këtë strategji. Si biznesmen ka qenë i dështuar, ka falimentuar 6 herë, por si brand dhe marketing është brillant. Menjëherë stoku u rrit kur ai deklaroi se do të shtyjë 90 ditë në tarifat dhe ai patlajmëruar tek faqja sociale koha për të blerë, ai e quajti sukses të tij. Ndron të jetë figura e 5 tek Mali ku janë 4 presidentët më të mëdhenj. E ka këtë fiksim. We finished our wonderful meal, steak, went outside, and there were a lot of cameras, as there always are, unfortunately. I say, ladies and gentlemen, we're going to have a new policy all over the country, but specifically in Nevada. There will be no tax on tips, right? And the cameras went wild, click, 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 click. And we won the state by a lot, so I don't know. So I have to find that waitress and thank her. She was my consultant. Është narcisist. Problemi është që Trump ka drejt. Deri në vitin 1975, Amerika nuk ka pasur deficit tregtar me asnjë vend. Tarifat janë vendosur në 1929, kemi krizën e 31-shit, por stoqet ranë përpara tarifave. Nuk mund të bësh krahasim me atë kohë, se në atë kohë Amerika ka qenë e varfër. Sot Amerika është vendi më i pasur, njerëzit jetojnë më mirë se kudo në botë. Fakt. Presidenti që hoqi tarifet ishte Kennedy. Mbas vitit 1975, fillon të rritet deficiti tregtar amerikan. Reagan e ka qenë kundra. Mbahen nga presidentët më të mëdhenj. Asgjë Amerika nuk ka dhënë falas. Ka mbështetur Europën pa kufi. E rindërtoi nga lufta, plani Marshall, i ndërtoi sistemin politik, sistemin e drejtësisë, mediat, thuajse çdo gjë. Nuk ka kuptim që Gjermania të ketë një suficit tregtar me Amerikën dhe të mos lejoj prodhimet amerikane të shkojnë atje. Marrim rastin e makinave amerikane. Disa herë Trumpi thotë ja kam thënë Merkelit. Nuk shikoj një makinë amerikane në rrugët e Berlinit. Në Fifth Avenue ka vetëm Benz, Volkswagen, Audi. Dy shtetet që kanë suficitin më të madh tregtar në botë janë Kina 840 miliardë dollar, Gjermania 200 miliardë. Amerika ka një deficit rreth 170 miliardë dollar me Meksikën, 70, varion 60-70 me Kanadan dhe 200-250 miliardë dollar me BE-n. Nonsense. Kur ke parasysh që dhe 60 miliardë dollar shkojnë nga meksikanët që punojnë këtu dhe dërgojnë cash në Meksik, fitimet e mëdha rreth 40 miliardë dollar nga fentanili që hyn në mënyrë të paligjshme këtu që prodhohet në Kinë, por nuk janë thjesht tarifat. Është ajo që thash që vjedhja e madhe intelektuale, prodhimi i malleve falso, vendet shumëta që nuk kanë tarifa por ndalojnë prodhimet amerikane të shkojnë dhe kjo dëmton ekonominë më të madhe. UHA-ja kanë thënë ka shkuar 36 trilion, nuk mban më. Kina kontrollon rreth 749 miliardë të bonave të thesarit amerikan. Mund të rriqet çdo ditë. Dhe ai 300 miliardë dollar që merr çdo vit, Kina e investon për të fuqizuar ushtrinë e saj, pra të rritur fuqinë ushtarake. Ndaj Trump dha një urdhër ekzekutiv për të rritur prodhimin e anijeve ushtarake, sepse Kina ka shkuar përpara. Në disa variante të lojrave në kompjuter, luftë Amerikë dhe Kinë, fiton Kina. Kjo është e tërmërshme, e frikshme. Por Kina nuk i reziston dot zoti Trump. Zoti Trump nuk reziston askush me tarifet. Çdo qeveri në Europë bie për 2 javë. Pse? Ta bëj të thjesht. Kompanitë e mëdha gjermane kanë treg të madh këtu. Pra Amerika ju jep biznes, ju krijon mundësi, lehtësira të vinë të shesin këtu.
dhe paguhet punëtori gjerman. Tani Trump thotë që çdo ditë hyn $2 miliard nga tarifat. Interesi që paguan Amerika është $3 miliard në ditë. Prapë është me humbje. Në fakt nuk është se paguajnë gjermanët po ta marrin. Paguan blersi. Blersi që blen Audin dhe e kalon tek konsumatori. Por në qoftë se blersi të rriqet sepse çmimi është i lartë nuk përballohet, vuan prodhuesi gjerman. Nuk ka çek për punëtorin e tij. Këtu është e gjitha, pra ai synon të shkatrojë ekonomitë ndryshme. Me Kinën është e lehtë, por dhe nuk është aq. Ka filluar sulmet fillimisht duke publikuar një raport të CIA, duke e deklasifikuar ku del që familja e presidentit Xi zotron $1.1 miliard, ish zëvendëskryeministi kinez 3 miliard. Kina humbet nga kjo luftë tregtare. Nuk e përballon dot. Është diktaturë, autoritariane kontrollon, por shenjat e krizës kanë filluar. Është zhdukur numri 2 i ushtrisë kineze në general. Praktik e përdorur nga kinezët. Ndodhi dikur me ministrin e jashtëm. Pra, lufta e klaneve brenda do të ndikohet nga trysnia amerikane, sepse zoti Trump ka thënë do të shkojë deri në 400% tarifave. Në fakt, ndaj Kinës ka tarifat më dha. Nuk lejohen makinat elektrike që janë shumë herë më të lira se makinat e Teslës. Gjermania ka rreth 47-49% për të mbrojtur prodhimin e makinave të veta. Por fabrika më e madhe e prodhimit të makinave është në Kinë, nuk është më në Gjermani. Dhe Kina ka investuar $2 trilion për të ngritur fabrika të reja, duke hequr fondet nga ndërtimi i strehimit, për të përmbytur me një tsunam prodhimesh me çmime të ulta kudo në botë. Vendosja e tarifave do të bëjë që konsumatori amerikan ose europian të mos blej produkte të lira. Do të detyrohet të kthehet tregu vendas, tregu të vendas po t'i mungoj konkurenca rriten çmimet, ndaj stoqet ran nga paniku, ran nga histeria, sepse në qoftë se shikojmë që në mandatin e parë tregu stoqeve me Trumpin u rrit 65%. Kufirin e ka mbyllur, është i suksesshëm. Inflacioni është rreth 2.2-2.6%, sukses. Vazhdim edhe i politikës Bidenit, jemi realist. Papunësia ka rënë, janë shtuar 100.000 vende pune më shumë se sa që mendoj. Pra, nga të dhënat, nuk ka pse të krijohet kjo që të ku krijuat 10 trilion që u zhdukën. Media e majt ngriti histeri, nuk bazua të dhënat reale. Ngriti panik, dhe tregjet nuk ishin të sigurta, dhe investitori kur nuk e di se sa do të zjas tarifa, sa do të jetë reale, nuk investon. Kjo krijon problem se mund të kesh dy gjëra, stagnacion dhe inflacion bashk. Pra, ulet prodhimi, rritet prodhimi i paras letër, inflacion dhe stagnacion. Kjo është shumë e dëmshme. Federal Reserve, kur ka inflacion të madh, rrit interesat. Por kur ka stagnacion, është e detyruar të ulë. Këto ishin përplasjet e mëdha që doni Cezari Shtëpisbardh u gjynjëzua përpara Wall Street Journal, kontrolluar nga Murdoch, Fox News, kontrolluar nga Murdoch, New York Post, kontrolluar nga Murdoch, Newsmax dhe disa gazetarë të pavarur që kanë potencë shumë të madhe. E majta vazhdoi ta portretizonte si ignorant, fashist, idiot, narcisist me urrëtin më të madhe. Por problemi është që Trump është presidenti që ka pollet më të këqija në 2 muajt e parë. Si në mandatin e parë, dhe tani, sepse është ajo që quhet muaj mjalti për çdo president që vjen, pollet janë të mëdha. A duhen besuar pollet? Sepse dihet që nuk kanë saksi, por janë disa polle edhe nga Fox News që tregojnë këtë. Shumica e amerikanëve nuk mbështesin tarifat. Rreth 33% që janë të magës
ata do të shkojnë me Trumpin deri në vdekje. Por janë rreth 56 deri 60% në total që janë kundër atyre se e kuptojnë. Do të bie rreth $3.000-4.000 në vit për çdo familje amerikane. Por Trumpi syrimin e ka afatgjat. Do të kishte dhimbje afatshkurtër, por në planin afatgjat do të kthehen potencialisht fabrikat në Amerikë. Ai që largoi fatkeqësisht është presidenti më i mirë për mua që ka qenë Bill Clinton, i cili 2 herë balancoi buxhetin, fal dhe lidhjeve me spikerin konservator Gingrich. Ato fabrika që kanë ikur është vështirë të kthehen përsëri. Trump këtu synon. Në qoftë se një huaj do të prodhoj këtu, nuk ka tarifa. Dhe në qoftë se Trump e arrin këtë, do të jetë pa diskutim një nga presidentët më të mëdhenj amerikanë. Nuk ka pse pa fund pa cak të pranojë Amerika këtë lloj ekuacioni. President was so bad you almost wonder who did these deals. They were either crooked or stupid. They can be nothing else. They were either stupid or crooked. It's terrible, but it's all being changed. I changed a lot of it in the first 4 years, but it's all being changed. You know, in the first 4 years, we had the most successful country in history in terms of economics. We had 88% increase in the stock markets. We had an 88% increase. There's never been any president that had an 88% increase. We had 88%. And there are a lot of happy people. And I think we're going to do much better than that this time, because this time I'm doing what I want to do with respect to the tariffs. I think we're going to do much better. And just remember the numbers. When you get up to $2 billion a day, $2 billion a day, they're saying, sir, can't be that, can it? I said, yeah, it can. It's the biggest transaction ever made. This is bigger than any deal. You guys, some of you work for companies. Your companies are peanuts. I don't care how big they are. This is the largest transaction in the history of our country. And don't let some of these politicians go around saying, you know, because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. And then I'll see some rebel Republican, you know, some guy that wants to grandstand, say, I think that Congress should take over negotiations. Let me tell you, you don't negotiate like I negotiate. Congress takes over negotiating. Sell America fast because you're going to go busted. You don't. I just saw it today. A couple of your congressmen said, I think we should get involved in the negotiation of the tariffs. Oh, that's what I need. I need some guy telling me how to negotiate. I tell you, the happiest people in the world would be China. They wouldn't be paying 104%. I tell you, they'd be paying no percent. We'd be paying them 104%. That's the beauties. These guys, we gotta be careful. Përplasja ka qenë midis Navarros dhe Elon Musk. Elon Musk është për tarifat zero midis Europës dhe Amerikës. Make sense? Unë them se po. Navarro, i cili është një kokë ideologjike, por arrogant, nuk pyet kërkën dhe ka mbështetjen absolute të Trumpit, thotë, ej, Musk, merru me makinat. Se fundit ti nuk prodhon makina, ti vetëm sa i monton. Kjo bëri që Musk të thoshte moron, i meta mendore, ti jeshte një thes me tulla, pastaj të më falin tulla se dhe zëdhënësja fëminore 27 vjeçare e White House-it tha boys are boys. Trump është të tërhequr. A e nxiti Trump Musk? Nuk besoj. Por në deklaratën që u bë për pezullimin e tarifave, Open Gay, vllaju shpirtëror, ortaku i Sorosit, sekretari i Thesarit, doli vetëm me zëdhënësën e shtypit, jo me Navarro. Por 10% që i vazhdon, me Kinën vazhdon, dhe askush nuk e di se si do të sillet zoti Trump, sepse mbas një jave mund vendos prapë. Nuk i ka hequr me Kanada, nuk i ka hequr me Meksikën, dhe ai ka shkuar më tej. Ka kërkuar që të paguan një fi që të mbrojë. Si hapi parë, 10% që është okej. Bota duhet ta di, me Donald Trump ka ndryshuar thuajse çdo gjë, nuk ka më siç ka qenë dhe s'ka pse. Hapi dytë janë bisedimet për të qenë tarifa reciproke. Tek ajo qarti që nxori nuk ishin reciproke, ishin shumë të egra, thjesht mbase për paur, për negocim, por e tha që jo, nuk të rrihiqem, por Wall Street të detyron. Nuk mund të vazhdoj Wall Street me rënje. Sepse down. Gas prices are way down. In fact,
they had something $2.50 a gallon. I saw on television a little while ago in between watching my great friends on C-SPAN. I saw that the prices are down to $2.50, $2.60, $2.75. When I came in office, it was $3.50, $3.75. But prices are coming down. Prices on groceries are coming down. Prices of eggs are down like 87%. 87, they got me with that. I told you. Before I even got in office, they were telling me about it. They're down close to 87%. And core inflation has dropped to the lowest levels in 4 years. And as I said, we had no inflation in 4 years, despite the fact that I took in hundreds of billions of dollars in tariffs, so we hadn't even started yet. Nearly $6 trillion of new investment, and that number is now revised up to about 7. Apple, great company, is spending $500 billion because... Ndërkohë që Masku i dha 250 milion, ndërkohë që Soros i jep 130 milion, dhe pa këto para donatorësh ti nuk ke shans të fitosh. Unë mbaj mend McCainin, të cilin e kam takuar në T7, kërkoj një donation. Në qoftë se unë nuk ngrej çdo ditë $20,000, nuk kam shans të rizgjidhem si senator. Më duhen $60 milion një herë në 6 vjet. Atëherë tani më duhet të jetë 100 milion, shifra shumë të mëdha. 1 miliard shpërdoroi Kamala Harris dhe humbi se meritonte të humbte. Dhe amerikanët u vunë përpara një zgjedhje të tillë, një figurë mediokre që s'përfaqësonte asgjë, dhe donin do votonin për zotin Trump, i cili premtoi mbylljen e kofirit dhe ka mbyllur. Ekonominë ende jo. Ende çmimet e naftës, sepse nafta kontrollohet nga milionerët republikanë, të cilët nuk kanë interes me fuqinë $60 të bëjnë puse të reja. Fakt tjetër, duhet të ushtrojë trysnit Arabia Saudite tek vendet arabe për të rritur prodhimin e naftës. Mbase edhe bisedime me Iranin, me Rusin, ka ngelur në një farë paqja me Ukrainën, duket që Europa po vazhdon të nxjisë luftën. Trump kërkon ta thellojë gjynjëzimin e Zelenskit tek firmosjet. Dhe ka pranuar këtë lloj që quhet luftë tregtare. Ti jemi realist. Kina është kthyer në një përbindësh. Duhet ndaluar Kina, dhe ky është qëllimi që ai lajkaton, është i butë me Putin sepse kërkon ta spostoj nga Kina. Mos e duket habi që Putini është i lidhur me Kinën. Janë gjetur 200 ushtarë kinezë në Ukrainë, i kanë nxjerrë me fakte Zelenski. Kush e di sa janë? He has been accused of undermining the British currency, and he's a guy who basically meddles in the affairs of countries like yours. And in the United States, he's got a battery of lawyers that protect him from any kind of indictment because he stays within what is permissible as far as his donations are concerned. And he gives away tens of millions of dollars to get far left politicians elected to various offices. Kina si vend komunist dhe bashkimi Rusia si ish vend komunist kanë lidhje. Bota po kthehet botë tripolare. Amerikë, Rusi, Kinë. Fakt. Dhe ata që luajnë shumë në lobi e bre, Netanyahu, por Trump ka dëshkë që nuk pyet askënd. I suksetshëm me kufirin, gjykata e ka dhënë drejt në diçka shumë të madhe, ka të drejtë të pushoj ata që ishin me probation, ka të drejtë të deportoj ata që i quhen terrorist, por ka një lloj paniku sepse dy gjykatës konservatore në gjykatën supreme kanë filluar që të jenë kundra zotit Trump për disa nga veprimet e tij. Një nga miliarderët e mëdhenj kishin përgatitur një padi gjyqësore për tarifet. Kongresi po përgatiste një ligj që të mos ja japi këtë power presidentit. Kongresi ka lëshuar shumë se tarifat duhet kontrollohen nga Kongresi. E kaluan një lloj billi që duhet të lajmërosh 28 ditë përpara dhe duhet të japësh 60 ditë kohë Senatit për të vendosur tarifa. Natyrisht kjo kërkon 60 vota në Senat që të rrëzosh presidentin. Janë
11 republikanë që janë kundra Trump flasin në për korridoret e pushtetit, ende nuk guxojnë të dalin përballë tij, i frikojnë atij dhe ende nuk po gjehet gjua përbashkët Kongres Senat për atë ligj financiar të buxhetit. Dhe Trump i thotë lërin e llafet, vetëm firmosni. Ka drejt. Ka fituar një vot shumë të madhe, 77 milion. Natyrisht që ku qëndrojmë ne, një vend i vogël si Shqipëria dhe gjysma jonë Kosovë. Ai përsëri ka vazhduar që është i ftohtë për buzës me NATO, nuk i mbroj në qoftë se nuk shpenzoni 5% e GDP-s. 5% e GDP-s e ritheksuar nga Rubio është e papërballueshme. A kam thënë disa herë, është e papërballueshme për shtetin social gjerman, francez, hidhur në Britani, nuk munden. Dhe artikulli 5 ai e ka thënë disa herë, jo, pse të shkujtoni ju, ka thënë, se në qoftë se ne do të jemi në vështirësi të na pushtoj dikush. Dhe unë do të telefonoj Macron, e jam ndihmoj, do vi Macron të na ndihmoj? I don't think so. A ka drejt. Por qytetërimi perëndimor ka një lidhje jetësore, organike e Europa me Amerikën. Nuk mund ta prish dot as Trump, i cili sillet si don, si Cezar. Por që ka drejt ka, në kurrizë të Europës, në kurrizë të Amerikës, Europa ka prosperuar. Nuk ka shpenzuar për mbrojtjen, sepse është ushtria më e madhe amerikane që shpenzon pafund, e dyta është ajo e Turqisë. Orvatën të bëjnë, por mbas kësaj betejë tarifash nuk besoj se do ta kenë mundësinë që të shkojnë tek ai $800 miliard për 10 vjet që thotë Gjermania. Do të jenë të zbuluar përpara Rusisë, do të pranojnë të paguajnë fi mujore për mbrojtjen e tyre. Çdo gjë duket se shkon në favor të Trump. Lidhur me mënyrën se si flet, të gjithë tani e dinë. E dinë dhe secili ka kaluar në mbrojtje. Ai thotë që janë 70 vende që kanë telefonuar, por gjithmonë Trump është bombastik, i rrit shifrat, nuk besoj. Por që duan marrëveshje, duan të gjithë, sepse vuhet çdo qeveri bie me tarifet amerikane. Është ekonomia më e madhe në botë. Gjermania thuajse me pak ka GDP më të madh se Kalifornia. Ushtria e Gjermanisë, e kam thënë, është më pak se garda kombëtare e New Jersey, që është vendi më i fuqishëm. Dhe wokizmi ka ndikuar dhe në Europë. Wokizmi këtu po luftohet në mënyrë brillante. Po luftohen transgender, LGBT, ka kaluar në luftë personale, edhe kjo pritej, kontrollon çdo gjë. Si mund ta shkatrosh këtë vend? Çka ishte një perandori, një superfuqi, sepse gjithkund fillon ajo rënja, decline. E para punës të shkatrosh një vend të madh, një superfuqi ose një perandori, është të shkatrosh kufirin, mos ketë kufi. Ty e dalë kush doj. Me Bidenin kalojnë skandaloze, 12 milion për dhe më shumë. E dyta, shkatroj ekonominë. Nuk ka rëndësi u haja 36 trilion numra në herë, printo pa fund dollar. Dhe i shtoj 8 trilion, por dhe zotit Trump ka shtuar shumë deficitin, dhe i ka shpenzuar shumë nga Covid. Dhe treta është të shkatrosh unitetin e kombit. Si shkatrohet ky? Shkatrohen themeluesit e këtij kombit madh, civilizimi i krishterë europian. DI, domethënë jepi rëndësi pigmentit lëkurës, jo aftësive origjinale, fut në punë njerëz që janë gay, transgender, afrikan-amerikan, mos fut bardhat, mos punëson njerëzit e Zot, në universitet e njëjta gjë. Arsimin bëje sa më dobët. A e dini ju si 60% e amerikanëve lexojnë në nivelin e klasës 6. Vetëm 1% lartë janë truri. A është lënë kjo me një qëllim? E majtë. I keni parë kolegjit, universitetet e famshme amerikane janë kthyer në plas d'armat marksizëm realisht. Free çdo gjë, nuk si teori socialiste në shkollë, wokiste, protestohet nga terrorist, ndaj ai po i deporton. Kolumbia marrin me miliarda dollar federale, po ja u heq. Por me një mandat këto nuk bëhen dot gjitha.
Trump po shkon, do të realizoj shumë gjëra. Mund të hyjë në histori. Rëndësi ka do të jetë përsëri republikanë që vjen pas. G.D. Vance, në qoftë se urrejnë Trump, dhe atë urrejnë njësoj. Sepse ka flip-flope. Për tarifat ka thënë tjetër gjë, zoti Trump ka thënë Hitler, tani është kthyer në një qen kafshues ndaj uvu nga Don Jr. dhe Tucker Carlson duke hequr Rubin. Çdo të ngjas me Rubin, po e sulmojnë shumë sepse po shfaqet yes man. Nuk ka çfarë të bëj, punon për bosin e tij. Ka një intervistë gjatë që e dhash në Focus TV me Donald Trump Jr., pro Serbin, pro Vučićin, pro Dikun, anti-Kosovën, mediokri, cilë qenë tuk e falimentuar firmën e zotit Trump, morën $1 miliard gjobë, por që ka shumë potencë. Dhe Rubio shkon si nxënës për para ti. Dhe deklaratat mediokri ti për Kosovën na bëjnë të frikohemi. Shumë thonë, a do të largohet bazat amerikane, sepse janë larguar 10.000 trupa nga Polonia. Kërkon të spostoj. Ka shkërkuar një kundër admirale femër sepse ka pasur disa artikuj uvokizmi. Dëgjon një larask të Facebookut që i thot hiq këtë, hiq atë. A mund të heq dhe bazën në Kosovë? Çdo gjë mund ngjas, me fat që janë trupa turke që sikin. Ato të diskutojë edhe një herë problemi trojeve. Nuk besoj se të ka kohë të merret me ne, se është me Ukrainën, kërkon çmimin Nobel, e kërkoi në kurrizin ton kur Vučić, Rama, Thaçi me Tony Blair ishin me të. Nuk e di. Blerin, sa vjet keni në Irlandë? Vjen dhjetori i 2025-ës dhe bëj 10 vjet që kam lëvizur në Irlandë. Sa ndryshon Irlanda nga një vend tjetër perëndimor për një shqiptar? Jam kurioz sepse ndaj është kam dëshirë të kem fokus. Dikush që është në Irlandë, shumë pak shqiptar besoj ka në Irlandë. Gaboj? Shumë pak. Jashtëzakonisht shumë pak, një komunitet shumë i vogël. Në qytetin ku unë jetoj në Galway mund të jetë diku te ndoshta 150-200 shqiptar. Irlanda është një shtet shumë i qetë. Maksimumi që kemi parë turbullira paktën gjatë qëndrimit tim në Irlandë është para 2 muajsh na ndodhi një stuhi dhe na ikën dritat për 4 ditë. Okay. Arsimi është shumë i mirë. Kanë një sistem arsimor për mendimin tim shumë të mirë. E kanë deri diku falas. Kanë ato tarifat studentore, por që rimbursohen, pastaj u jepen studentëve si fonde dhe në krahasim me krahasim me Shqipërinë është i shtrenjtë. Në krahasim me Amerikën është i lirë. Ato doja të pyes, sa kushton për dikë të shkojnë në college këtu ishin atje, të them sa është këtu. Përgjigjem. Jo, unë e di, po në Irlandë kushton diku për vendasi, domethënë edhe nëse ti ke dokumenta të rregullta dhe nuk vjen jashtë Bashkimit Evropian, është diku tek 3.500 deri në 5.000 euro viti. Nëse je jashtë Bashkimit Evropian, ashtu siç kam qenë edhe unë një vit, është 9.500 deri në 10.000 euro, flasim për vit shkollor. Unë e di kam dëgjuar çmendurira për Amerikën, po ti duhet. Është e bazuar që ti investon për veten dhe paguaj. Kanë shkuar tarifat janë pa $40.000 viti, po ka edhe këtu community college, ata që janë me të ardhurat vogla, shtete si New York u ndihmon. Irlanda nuk është vend i varfër, ka një suficit të madh tregtar me Amerikën, ndaj dhe vend tarifa. Kishit menduar ndonjëherë që do të shkonit në Irlandë, kur ikët nga Tirana drejt Irlandës? Kur jam larguar nga Shqipëria, jam larguar nga Berati në fakt. Unë mbarova studimet e larta në fakultetin e shkencave teknike, ish fakulteti i infermierisë, pjesë e Universitetit të Tiranës. Mbarova studimet për teknik laboratori. Pasi mbarova studimet, u ktheva në Berat, kam punuar në Poliçan për gati 2 vjet, po. Dhe beson rrugë e Poliçanit është po e njëjtë siç ka qenë para 10 vjetësh. Nuk di se si ka qenë përpara, po kam shkuar tek tunelet e skraparit dhe kam një ide.
Tani Një erdhët në Irland, katastrofë vazhduat infrastrukturore totale. vazhduat Më fal? shkollën në Irland, mbas kësaj u njoft diploma si funksionon. Më desh të bëja dhe një vit Mhm, studimesh në Irland, më mhm, desh të bëja dhe një vit praktik mhm. Po, em, pune në praktik studentore si pjesë e studimeve dhe si përfundim nuk arrita dot ta konvertoj mhm. diplomën si pasojë e krediteve dhe e gjithë 4 orës së studimeve në Shqipëri. Duhet ta Shpresoj bësh të me parë. shpresoj të jetë përmirësuar tash. Un kam ndryshuar komplet karrierën Po, për momentin, kështu që nuk besoj se do t'i kthehem shëndetësisë në kuptimin që të hyj punoj në spital në zanatin tim, por që në një farë mënyrë e ushtroj me si është zanatin që kam tani. si është procesi i nënshtetësisë në Irland? Merr shumë kohë si zgjat për dikë që vjen nga Europa. Që vjen nga Ëm, Shqipëria, po them. Zgjat, nëse ti varet se si vjen Irland, sepse Irlanda nuk është se është një shtet që ti hap dyert shumë kollaj, sidomos kur vjen jashtë bashkimit evropian. Nëse je brenda bashkimit evropian, procedurat janë shumë herë më të thjeshta. Uh, 3 deri në 5 vjet Ja, them jetes. për një shqiptar, sa zgjat Për një procesi? për një shqiptar, procedurat janë shumë herë më të vështira. Unë tregoj kalvarin tim Po, nga kartë studentore në po. em, bashkim familjar, pastaj shumë me kartë rezidence për shumë vjet, gati 5-6 vjet dhe pastaj para një viti, para 2 vjetësh, pastaj mora në shtetësinë. Ka provim për gjuhën? Për shumë Gjermania ka shumë të ashpër. Jo, Ja. jo, nuk ka provim për gjuhën, por nuk ka qenë një problem për mua, pasi Ja, po gjithë dikush që shkon, dikush që lind në Irlandë, merr automatikisht në shtetësinë siç e merr në Amerikë. em, jo nëse prindrit nuk kanë Në shtetësi. nënshtetësi irlandeze. Shumë Jo, mirë. marrin kartën e rezidencës, marrin numrin e punës, por jo në shtetësinë, edhe ky ka qenë edhe një nga ankthjet e mia më të mëdha kur isha shtatzan me Po. Timbir, sepse im shoq është me nënshtetësi angleze, është anglez, dhe Mhm. unë shqiptare, nuk e ka nënshtetësinë irlandeze, kështu që ishim në atë ankthën, ato të mvi mua pasaporta, do të krijohet mua të marr nënshtetësinë para se të vi djali në jetë, se pastaj krijon një kalvar tjetër dhe për të, dokumenta pas dokumenta, kështu që shqyqyr, i birë është irlandez, jemi një familje e miksuar mirë. Po, kjo është bota gëbla. Si janë irlandezët me të huajt? Kanë shenja racizmi, sepse gjithkund, hiq Amerikën, ka Amerika është e madhe, jam kurioz. Um, Irlandezët janë njerëz shumë të dashur, në Mhm. fakt janë mikpritës. Um, Tani ne themi pyll pa derra nuk ka. Um, por që janë shumë njerëz të qetë, janë njerëz të dashur. Unë realisht kam eksperienca shumë të mira, kam miq shumë të mirë në Irland që janë në shtetas lindur rritur Mhm. në Irland, kështu që nuk di të them fjalë të këqija për ta. Janë njerëz më kanë ndihmuar njerëz shumë, kam punuar në sistemin shëndetësor Mhm. këtu në Irland nga viti 2019 deri në 2021. Kam punuar si asistente në laboratorin biokimik të spitalit universitar ku jetoj. Dhe më kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë sepse ajo vështirësia e termave mjekësor, teknik, por që unë gjithmonë në çfarë do lloj pozicioni që kam qenë në Irland, jam ndier shumë e mbështetur nga njerëzit këtu. A vazhdon ai problemi i Irlandës katolik të protestantë, se ka qenë problemi i ka hershëm. Ndihet më apo në Irlandë nuk ndihet dhe në Irlandë dhe Veriut ndihet më shumë. Ka një ndryshim? Në Irlandën e Veriut vazhdon të ndihet. Vazhdon të ndihet se janë akoma ato tensionet e protestantëve, Po, katolikëve e Irlandë e Veriut, edhe British, ja, që ata që e quajnë veten edhe anglez. British.
Por në Republikën e Irlandës, jo, nuk ndihet, ndoshta në zona të thella, po unë jetoj në një qytet goxha të madh. e, por nuk është edhe në fakt, edhe vetë irlandezët e thonë që në vitet e fundit, sidomos këto um, 25-30 vitet e fundit, kisha nuk ka të njëjtën rol dhe të njëjtën forcë të fuqi mbi komunitetin dhe janë më liberal se që kanë qenë dhe e kanë kishën më pak frikë se që kanë pasur. It's wrong. Lima është e egër, unë kam ide në stopin tim të parë për në Amerikë, kam ndaluar në Shannon dhe e mbaj mend nga atë një gjelbërim shumë i thekshëm, një gjelbërim, pra nuk është klima shumë e ashpër në Irlandë. Jo, klima nuk është e ashpër, është një klimë e butë gjatë gjithë vitit. Ne nuk, nëse këtu temperaturat kalojnë diku te 3 deri në 4 gradë, për shumë ftohtë, shumë rrallë mbërrin temperaturat në 0 dhe shumë rrallë në minus. Problemi i Irlandës është që bie shi gjatë gjithë kohës. Prandaj ka dhe një gjelbërim të jashtëzakonshëm. Shumë e gjelbëruar. Shumë e gjelbëruar, është shumë e pastër edhe e pasur me gjelbërim, edhe si pasojë e shiut, nuk na ndalon shiu gjatë gjithë vitit. Prandaj gjitha e zona e Evropës është të bekuar nga shirat, ndryshe kishin mbajtur Ballkanin, gjermanët, vikingët, gjithë kanë rritur atje. Aktualisht nuk jem në sistemin e shëndetësisë, me çfarë merr, ke hapur një zyrën tënde private, në mos gaboj? Aktualisht kam një zyrën time private, punoj me terapi alternative, bioenergji holistike, terapi holistike, punoj me terapit me bioenergji, terapit me tingujt, terapit me valët e trurit, dhe në një farë mënyrë gjithë trajnimin në shëndetësi e kam transferuar atë njohuri në terapit alternative, sepse janë shumë të ndërlidhura me njëra tjetrën dhe kam një zyrë timen këtu të vogël dhe jam e vetëpunësuar. Nuk thuhet në Amerikë që Irlanda hyn nga ato vende që mund të bësh biznes më me lehtësi dhe është një vend i zhvilluar për sa i përket mbështetjes së biznesit. Është reale kjo për të hapur një biznes? Ti ke kaluar në këtë proces? Favorizohen mbështetjet? Mbështeten, procedurat nuk janë të komplikuara, është shumë e thjeshtë për të hapur një biznes, ka edhe fonde mbështetëse, ka kredi me përqindje të ulta, të cilat mbështeten fuqishëm nga shteti edhe nëse biznesi kalon në faza vështirësie, në humbje, ka mbështetje nga shteti në varësi të këtyre kredive. Ka pasur deri para pak më kohë, ka pasur lehtësira më të mëdha në lidhje me taksat, sidomos industria e shërbimit dhe ushqimit. Momentalisht është duke kaluar në një periudhë jo shumë të mirë për sa i përket taksave, pasi arritur nga 9 në 13%. Sa është taksa për një biznes të vogël? Unë di të flas për industrinë e ushqimit. Industria e ushqimit ka pasur taksën për ushqimin 9% dhe taksën për pijet 23%. Dhe ata konsumojnë një pak. Kurse tashmë çmimi i taksa e pijeve është e njëjta, por është vënë një taksë riciklimi sipër, e cila është goxha e lartë dhe taksa e ushqimit është rritur nga 9% dhe është bërë 13%. Irlandezët duan të rinë BE apo kanë dëshirë si Britania të dalë? Si qasja? Kam përshtypjen që irlandezët janë BE dashës. Me që janë anti-British. Irlanda e Veriut po nëse ti i thua një irlandezi që ti je British, jenë probleme shumë të ndaja. Janë i 90 vjetë, në të thashe. 90 vjetë. Ti ke ngritur jetën atje, ke familjen atje.
Nga del kjo ide që futesh në garë, jo me partitë e mëdha për DPS, realisht kërkon të kthehesh në Shqipëri, e shikon këtë? E shikoj dhe nuk e di pse, por në gati një vit, vitin e fundit, kam pasur një dëshirë shumë të madhe, ai sa i citeroj tim shoqi gjatë gjithë kohës në vesh që të marrë një career break, një pushim në karrierë, dhe i them para se të ndodhte kandidimi im, i thosha gjatë gjithë kohës që po sikur të kthehemi në Shqipëri një vit dhe i shikojmë se çfarë bëhet atje dhe po si dihet, mbas edhe qëndrojmë dhe nuk e di pse kam pasur këtë tërheqje kaq të madhe, domos të vitin e fundit edhe i kam pasur syt e kthyer nga Shqipëria. It's okay, nuk ra pak drita nuk ka problem. Por realisht e shikoj, Shqipëria ka resurse të jashtëzakonshme, ka një kulturë shumë të mirë, dhe pse jo të bëjmë diçka në vendin tonë. Kjo është dëshira për të kthyer në vend, po ti je realist për shembull, dikush që është ka pasur raste që janë kthyer tek PD-ja u bën drejtor të mëdhej, dikush që e kishte rrogën $8.000 në muaj, në Itali erdhi u bë drejtor keshi. Erdhe vetëm për të vjedhur se $8.000 si merr në Shqipëri. Ti je realist. Dhe dëshira është shumë e madhe, por aspekti ekonomik do të psosh goditje. Ti je real. Shiko, unë dashuria për kombin apo dhe ideja për të nisur një biznes në Shqipëri? Sigurisht, unë jam sipërmarrëse, kam qenë sipërmarrëse më para, jam sipërmarrëse dhe dëshira për të vazhduar sipërmarrjen nuk është se më ndalon me kthimin në Shqipëri. Sigurisht që dëshira për të ndërtuar një biznes timin akoma dhe më të madh se që kam këtu është ndoshta jo për ta rindërtuar, por për të vazhduar, për ta zgjeruar biznesin që e kam këtu. Kam luksin që biznesin në cilin unë jam mund transferohet lehtësisht kudo në botë. Këtu nuk di, do licencë, në Shqipëri besoj se të pengon njëri. Tjetra që doja të thoja, në Shqipëri janë 2 partitë mëdha, BSE-ja, PD-ja. Sa ke menduar se mund të arrish votën në Berat? Nuk është e lehtë kur nuk hyhet në partitë e mëdha. Ta kanë sqaruar këtë? Unë e kam marrë si një eksperiencë në rast të parë, si një challenge, se nuk po më vjen fjala në shqip. Sfidë. Si sfidë. Dhe pse jo? Në fund të fundit, unë ndonjëherë them ne ndodhemi ndonjëherë në momentin e duhur, në çastin e duhur dhe unë jam një mbështetëse e fortë që nëse t'i jepet një mundësi, bëje, nëse arrin diçka, testoje, nëse arrin diçka shumë mirë, nëse nuk arrin diçka, në fund fundit është një eksperiencë dhe ndoshta me zërin tim dhe ndoshta me idetë e mia do t'i tringulloj dikujt në vesh dhe ndoshta do fillojnë dhe do thonë po dale se kjo goca pas ka pasur ndonjë çik të drejtë dhe do të fillojnë dhe mendojnë një çik ndryshe. Ja, po do shkosh të bësh fushatën atje, po, nisem javën tjetër. Po. Atje do të jemi, do nisemi javën tjetër, do jemi në teren bashkë me disa familjarë dhe mbështetës të tjerë. I wish you luck. Të uroj sa më shumë dhe është diçka, kjo ishte gjithë dikush që është në Irlandë, largohet nga Shqipëria, kthehet në qytetin e vet, diçka shumë e bukur.